A dini se si një gol i Ronaldinhos ja shpëtoi jetën vëllait të tij? Kur ishte vetëm 8 vjeçar, Ronaldinho Gaucho i kishte vdekur babai, që ishte shumë i lidhur me të, për shkak se i kishte mësuar hapat e parë në futboll dhe si ta ndalte topin me këmbë zbathur. Në kohë të njëjtë, vllavi i tij Roberto, që aso kohë luante për Gremion, e kishte pasur një dëmtim serioz në gjuhë, si pasojë të cilit u detyrua ta linte karrierën në gjysmë. Por Roberto nuk e humbi drejtimin e jetës. Ai vendosi që të jetonte përmes vëllait të vogël, Ronaldinho. E dërgoi në stërvitje, i qëndroi pranë, nuk u ndal duke mbështetur në çdo çast. E kur Dinho filloi të dallojë ndër grupmosha si talenti më i madh, ai u bë menaxheri i tij personal. Në vitin 1999, Ronaldinho shënoi një gol spektakolar me kombëtarën e Brazilit. Gazetari e pyeti pas ndeshjes: "Për kë është ky gol?" Ai tha: "Për vëllain tim, ai më mësoi gjithçka. Ky gol është jeta ime dhe jeta e tij." Ronaldinho ka quajtur futbollin shpëtim për vete dhe familjen e tij.